Zonja dhe zotëri Mirdita, unë jam Pandi Gjata, mirë se erdhët edhe sot në ditarin e pasdites në ekranin e 2 CNN me zhvillimet kryesore që ka ndodhur deri në këto qaste, por me fokusin e veçantë orën 18 atje ku para kryeministrisë do të mbahet edhe protesta kombëtare e Partisë Demokratike. Dhe padyshim fokusi në 3 orët në vim do të jetë tek ky aksion i opozitës. Do të lidhemi drejt për drejt me kolegun Igli Çelmeta që ndodhet para godinës së qeverisë për të na njohur me masat e sigurisë për këtë protestë. Igli, të përshëndes. Përshëndetje Pandi, kur na ndajnë dhe 2 orë nga nisja e protestës së thirrur nga opozita përpara kryeministrisë, policia e shtetit i ka marrë të gjitha masat dhe është e gjitha në gatishmëri për mbarvajtjen e rendit dhe të sigurisë gjatë protestës. Ditën e sotme në protestën e thirrur nga opozita do të ketë një numër të madh të efektive të policisë të angazhuar pra për mbarvajtjen e protestës. Në total do jenë rreth 1300 forca policore ku përfshin ato të rendit, të forcave shqiponja, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilët do të jenë në terren për mbarvajtjen e protestës. Gjithashtu në gatishmëri në rast të nevojë do të jenë edhe forcat RNA. Ndërkohë në protestë të gjithë efektivet e policisë do jenë të pajisur me maska kundragaz. Do të ketë edhe 5 autobot me ujë, të cilët ndohen në pjesën e pasme të kryeministrisë, të cilët nëse do të jetë nevojshme në rast incidentesh, pra do të përdoren. Si në çdo protestë do të krijohet kordoni me efektiv policie gjatë perimetrit rreth kryeministrisë. Në terren do të përfshihen edhe agjentë të shumtë civil të policisë së shtetit, të cilët do të jenë të shumtë pra brenda në protestë për të monitoruar të gjithë lëvizjet e protestuesve. Dyert e kryeministrisë janë të blinduara me veshje metalike që prej mbrëmjes së ndjeshme, po ashtu janë vendosur edhe barrierat metalike rreth perimetrit përballë kryeministrisë, ku do të qëndrojnë pra efektivet e policisë. Gjithashtu, policia ka instaluar përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit kamera me rezolucion të lartë. Burime për televizionin A2 CNN bëjmë dije që drejtues të policisë së Tiranës një ditë më parë kanë zhvilluar një mbledhje lidhur me protestën pra për porositë të cilët do jepen pra efektivet e policisë, dhe para pak minutash zhvilluar dhe instruktazhi i tyre i fundit, pasi forcat policore ndonë të dislokuara në pjesën e pasme të kryeministrisë, ku janë dhënë dhe porosit e fundit nga drejtuesit e policisë së Tiranës. Efektivo është kërkuar që të kenë kujdes dhe të mos provokohen nga protestuesit dhe të ruajnë qetësinë. Gjithashtu është kërkuar që ndërhyrjet të jenë të minimizuara vetëm në rast të nevojë dhe të mos krijohen përplasje të provokuara pra mes protestuesve dhe policisë së shtetit. Po ashtu Pandi që prej orës 14 janë bllokuar të gjitha rrugët që të çojnë drejt kryeministrisë, pothuajse i gjithë perimetri rreth kryeministrisë pra të rrugëve që të çojnë te kryeministria janë të bllokuara prej orës 14. Bulevardi Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë është i lirë për momentin dhe nuk lejohet qarkullimi automjeteve në pjesën tek ura ish Hotel Dajtit. Janë vendosur forca policore të qarkullimit, të cilët kanë bllokuar rrugën, dhe më pas edhe forcat të tjera policore janë vendosur pranë sheshit tek Universiteti Politeknik, të cilët kanë bllokuar dhe aksin rrugor në pjesën më tej, që asnjë automjet policie pra të mos vijë në bulevardin përballë kryeministrisë, aty ku rreth orës 18 opozita do të zhvillojë protestën. Po ashtu edhe protestuesit e tjerë, pra Adriatik Lapa, i cili kishte vendosur pra dhe qëndronte përpara kryeministrisë, është larguar për pak momente pra nga vendi ku ka qëndruar, dhe deri në zhvillimin e protestës së opozitës, më pas ai do të rikthehet sërish për të zhvilluar protestën e tij, siç duket nga pamjet drejt për drejta që përcjell operatori Sokol Qafleshi. Duket që janë vendosur barrierat metalike dhe vendi ku protestonte Adriatik Lapa tashmë është i lirë dhe është vendosur edhe podiumi ku do mbahen edhe fjalimet e përfaqësuesve të opozitës gjatë protestës së sotme. Igli, ke informacion se për sa orë ka kërkuar lejen Partia Demokratike për protestën e sotme dhe për sa orë i është dhënë nga Drejtoria e Policisë Tiranës? Ashtu si dhe në protestat e mëparshme të cilët ka zhvilluar Partia Demokratike, opozita përpara kryeministrisë, i merret leje drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, por në leje që gjithmonë ka marrë Partia Demokratike nuk e ka specifikuar pra për sa orë do protestohet, por gjithmonë policia i Tiranës i ka dhënë leje për rreth 2 orë protestë. Zakonisht Partia Demokratike dhe opozita ka zhvilluar protestat rreth orës 18 dhe
gjithmonë kanë zgjatur deri në orën 20:00 dhe policia ka dhënë leje për rreth 2 orë protestë, por do të shohim nëse kjo vendimarrje do jetë e njëjtë me atë të opozitës, pra e cila do protestojë për rreth 2 orë, apo protesta e tyre do jetë pa afat, apo do kenë ndonjë skenar tjetër, edhe pse policia e shtetit është përgatitur për të gjitha skenaret në varësi të asaj çfarë do ndodh në protestë. E thash, ndryshe nga protestat e mëparshme ku ka pasur rreth mbi 1000 efektiv policie, maksimumi që janë angazhuar për mbarvajtjen e rendit dhe të sigurisë pra gjatë protestës, sot do të kemi një numër më të madh të efektive të policisë, rreth 1300 forca policore, të cilët do të jenë të angazhuar në terren për mbarvajtjen e protestës. A ka informacion policia do të jetë protesta e stacionuar vetëm te kryeministria, apo mund të ketë ndonjë skenar për të marshuar në për kryeqytet, siç ka ndodhur në protestat e viteve të shkuara? Deri tani pandi nuk ka informacione për një skenar të tillë, nëse protesta pra do jetë marshim, por policia e shtetit i ka marrë masat për të gjitha skenaret e mundshëm të zhvillimit të protestës nga opozita, edhe pse deri tani mënyra si të organizohet protesta, pra skenari i protestës është mbajtur i fshehtë nga opozita, por sipas informacioneve që kam nga burime policore, ende nuk ka një skenar që protesta të jetë si marshim, por nga informacionet sipas burimeve policore do jetë një protestë që do zhvillohet përpara kryeministrisë, ku përfaqësues të opozitës do bajnë fjalime në podium, po ashtu edhe qytetarë të shumë. Më pas se skenari se çfarë do ndodh më pas ende nuk dihet, edhe pse policia ka marrë masa që në rast se do ketë edhe një revolt pra nga protestuesit, efektivet e policisë së shtetit do jenë në gatishmëri për të neutralizuar. Ndërkohë, përveç bulevardit të Shmorët e Komit dhe rrugëve rreth zonës ku do të zhvillohet protesta, Igli, pritet të ketë edhe trafik të ngarkuar dhe bllokime rrugësh edhe nga protestuesit që vinë nga jashtë Tiranës, ata që vinë nga zonat e Veriut, nga zonat e Jugut dhe zonat e Juglindjes, apo jo? Po pandi është e vërtetë, protestues të shumtë janë mbledhur nga drejtuesit e Partisë Demokratike në rrethet, të cilët kanë ardhur për të protestuar në orën 18 përpara kryeministrisë. Fillimisht ato dislokohen dhe vendosen tek sheshi Skënderbej, por edhe tek sheshi Nën Tereza, dhe më pas pasi grumbullohen nga përfaqësuesit e tyre të Partisë Demokratike, drejtohen drejt sheshit përpara kryeministrisë. Deri në këtë momente, siç e thash, prej orës 14 janë bllokuar të gjithë rrugës për rreth zonës së kryeministrisë, pra nuk ka qarkullim të automjeteve, por ka një trafik të rënduar në kryeqytet për shkak të lëvizjes së shumtë të automjeteve, të ardhjes së protestuesve pra nga rrethet. Igli Çelemeta, të falenderoj për këtë raportim. Do të jemi bashkë në orët në vijim në nisje të protestës kombëtare të Partisë Demokratike.